Do të vazhdojmë të flasim për politikën edhe në këtë pjesë të dytë MCN Informacion. Do të fokusohemi tek reforma në drejtësi. Ditën e djeshme u zhvillua një tryez konsultimi për reformën zgjedhore dhe projekt ligji për financimin e partive politike. Kryekomisioneri Celibashi zbuloi se nga 135 parti të regjistruara, 84 prej tyre nuk kanë dorëzuar raportin financiar për vitin 2024. Nëse flasim për një detyrim ligjor, pse nuk zbatohet kjo dispozit, ne do të analizojmë në studio këtë çështje. Me mua është Gerta Meta, eksperte zgjedhore. Faleminderit që jeni këtu. Oliver Dallmuça, gazetare. Faleminderit Oli. Dhe përmes internetit na bashkohet ish kryetari i KQZ-s, zoti Kristaq Kume. Faleminderit zoti Kume. Përshëndetje. Po e nis me ju bisedën. Komisioni i posaçëm për reformën zgjedhore ka konkluduar në hartimin e një projekt ligji për financimin e partive politike. Si e keni parë ju këtë projekt ligj dhe a i adreson ky draft shqetësimet e kryekomisionerit Celibashi? Ka kohë që diskutohet tek ne për të ndërhyrë në ligjin për partitë politike, veçanërisht në pjesën që trajton problemet e financimit të tyre. Dhe jo vetëm financimit gjatë dhe për fushatën zgjedhore. Është rënë dakord që në ndryshimet që do bëhen në legjislacion sa i takon partive politike tek ne, për financimin e tyre të ketë një ligj të veçantë, kur është diskutuar se si mund të realizohej një gjë e tillë, dhe ajo çka është punë e filluar nga Komisioni Parlamentar për Reformën Zgjedhore, e cila edhe u shpjegua se çfarë kishte arritur deri sot në aktivitetin e zhvilluar një ditë përpara, është pikërisht kjo. Ta hartojmë si ligj të veçantë financimin e partive politike, që nuk e përgjigje asaj pyetjes që me të cilën e nisët juve. Emisionin të bërë shqetësimin e zotit Celibashit se janë 80 e sa parti të regjistruara, por që nuk bëjnë asnjë lloj deklarimi të financave të tyre, pra lekëve nga i marrën dhe si i shpenzojnë gjatë gjithë vitit, detyrim ky i partive politike që rrjedh nga ligji aktual i tyre. Për mua, tek financimi mundet që të vendoset ndonjë dispozit që të mos lejoj shfaqjen e një fenomeni të tillë, por më shumë se sa kaq, kjo gjë duhet të trajtohet në ligjin për partitë politike. Në ligjin për partitë politike ne duhet të vendosim dispozita të cilat ta bëjnë jo të ngushtë hapësirën për iniciativa të tilla për të formuar bashkime të tilla punëtar pra partitë politike, por për të ngushtuar plotësisht hapësirën e keq përdorimit të kësaj mundësie që i jep legjislacioni tonë në kushtet e një shoqërie që zhvillohet sipas parimit të pluralizmit politik. Pra, mos kemi parti politike fantasma, siç edhe tha dhe zoti Celibashi, po të kemi parti politike të cilat realisht japin kontribute nëpërmjet punës së tyre në zhvillimin e demokracisë të vendit tonë, dhe si të tilla ato mund të jenë vetëm nëse janë subjekte elektorale, pra marrin pjesë në procese zgjedhore për të realizuar nëpërmjet tyre objektiva fituese, jo për të shpenzuar para dhe për të përdorur para që ju ka mundësi që t'i marrë edhe vetëm duke u regjistruar si subjekte zgjedhore në mbështetje të fushatës elektorale të tyre. Pra, duhet për mua me domosdoshmë që ne të vendosim në një dispozit në ligjin e partive politike që mos lejoj një gjë të tillë. Një parti e tillë duhet automatikisht të shuhet nga ekzistenca e saj me ligj, pra veproj ligji për to. S'ka pse të kemi 130 parti politike, do të mjaftonin disa prej tyre për të bërë atë çka ne synojmë të realizojmë dhe të bëjmë nëpërmjet këtij sistemi pluripartiak që kemi vendosur të vetë qeverisemi, sipas tij. E qartë, zonja Meta, Celibashi theksoi nevojën për kalimin drejt auditimit të bazuar në aktivitet financiar, status aktiv dhe përfitim fondesh publike kryesisht. Çfarë të re sjell ky propozim për mënyrën e auditimit? Po, në fakt është vërtet, tani i gjithë shqetësimi në lidhje me investimin që po bën Komisioni i posaçëm i reformës zgjedhore për të drejtuar drejt një projekt ligji ose një arkitekture të re të paktën siç ishte edhe nga takimi i 2 ditëve më parë, duhet parë që
shqetësimi që ngre dhe vetë krye komisioneri i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve është më se i drejtë. Për vetë faktin që edhe kur e dëgjon, arrin edhe ta kuptosh në shqetësimin që ai transmeton duke thënë që partitë politike janë ato që bëjnë vetëm pagesat për auditusit që i përzgjedh Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Pavarësisht punës që ata bëjnë që trajnohen, domethënë updatehen me mënyrën se si duhet të auditohet çdo cent ose çdo para ose çdo e ardhur ose çdo shpenzim i partive politike që ato bëjnë në aktivitetin e tyre vjetor, por jo vetëm, sepse ne e dim që partitë politike nuk kanë një aktivitet vetëm në vitin kalendarik, por në mënyrë eksplicite, domethënë ata bëhen edhe më vizibël, edhe më shqetësues për mënyrën se si harxojnë këto para dhe si qarkullojnë këto para pranë partive politike, sidomos kur jemi në prag zgjedhjesh të dyja niveleve, qoftë në nivel qendror për zgjedhjet parlamentare ose zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë, po qoftë edhe për zgjedhjet lokale ose zgjedhjet për qeverisjen vendore. Dhe natyrisht që janë partitë ato që nga fondi, nga buxheti i shtetit marrin para pikërisht sidomos në periudha zgjedhore për të komunikuar me qytetarët, me votuesit. Dhe natyrisht dhe realisht ky shqetësim që çfarë ndodh me financimin e partive politike dhe se si ata e kanë atë dëshirën dhe vullnetin e tyre të mirë politik për të pasur një llogaridhënie edhe për të qenë shumë transparent me votuesit e tyre dhe me publikun në tërësi, se si harxohen dhe se si shpenzohen këto para nga partitë politike, duke ditur që secila parti ka dhe një financier, një krye financier, i cili mban një libër të financave për gjitha shpenzimet, natyrisht që është tentuar për të forcuar dhe institucionin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve si një nga institucionet që mirë administron proceset zgjedhore në Shqipëri, dhe është ky institucion i cili bën dhe shpërndarjen si thua të këtyre parave tek secila parti në bazë të performancës që ato kanë, qoftë në zgjedhjet parlamentare apo qoftë në zgjedhjet pararendse, le të themi, përpara se të shpërndahet buxheti. Dhe pikërisht ky lloj shqetësimi, meqense ka qenë një nga shqetësimet që edhe vetë raporti i Odirit e ka vënë në dukje nga zgjedhjet në zgjedhje si një rekomandim prioritar që duhet ketë dhe duhet forcohet llogaridhënia e partive politike dhe të rritet transparenca dhe të jetë një mekanizëm efektiv që të realizoj pikërisht këtë transparencë. Ne vazhdimisht kemi thënë që në periudha zgjedhore partitë marrin para që duhet të komunikojnë me votuesit, duhet të shkojnë sa më pranë qytetarëve dhe votuesve, pikërisht për të komunikuar me ato programe, me ato platforma, me ato premtime të cilat ata u kërkojnë votën qytetarëve shqiptar, pikërisht për të ardhur dhe për të kryer rotacionin politik nga procesi në proces. Dhe patjetër që qytetarët të cilët ja u kanë deleguar këtyre kandidatëve që ata ju vënë përballë dhe janë kandidatë pikërisht që zgjidhen dhe përzgjidhen nga partitë politike ose nga krerët e partive politike, dhe natyrisht që kjo është një domosdoshmëri dhe një emergjencë që partitë politike të kthjellohen dhe ndoshta ato i kanë ndihmuar në këtë mungesë dëshire për të bërë këtë lloj transparence të çdo shpenzimi dhe çdo të ardhure, edhe nga ajo që ne kemi thënë vazhdimisht që ka një ligj për partitë politike i cili tashmë ka dalë si demode dhe duhet të jetë një ligj i ri, një ligj që realisht t'i atashoj këto parti edhe si parti të cilat ne jemi pranë asaj dëshirës së madhe për t'ju bashkuar si thua familjeve europiane dhe qasja e këtyre partive duhet të jetë po kaq europiane, qoftë brenda strukturave të partive, po qoftë edhe në momentet kur ata komunikojnë me qytetarin dhe me votuesin në mënyrë të veçantë. Kështu që patjetër që Komisioni i Reformës Zgjedhore me atë çka bëri si thua një hyrje për të informuar, le të themi, jo vetëm ne si aktorë shoqërisë civile që e njohim procesin që në gjenezë dhe kemi vite që monitorojmë procese zgjedhore, por jo vetëm kemi, si thua, dhënë fjalën tonë dhe rekomandimet tona, apo edhe dëgjesat tona, edhe për të parë se çfarë po ndodh me historikun e reformës zgjedhore në Shqipëri. Ju e dini që reforma zgjedhore tashmë me thënë të drejtën është bërë pak e bezdisur sepse ka qenë pikërisht vullneti palëve politike i këtyre partive politike që e kanë mbajtur peng
edhe për mos të reflektuar të gjitha to, si thua, opsione, rekomandime apo sugjerime që kanë dhënë jo vetëm komunitetin ndërkombëtar, por edhe ne si aktor shoqërisë civile, nuk është se kemi bërë pak, ju e dini, ne kemi qenë shumë të investuar ndoshta për te edhe limiteve tona, vetëm e vetëm që ne të ndihmojmë qoftë Komisionin e Reformës Zgjedhore, por qoftë dhe aktorët që kanë një shqetësim për standardin e zgjedhjeve në Shqipëri, që në fund zgjedhjet në Shqipëri të jenë brenda këtyre standardeve dhe të jenë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Oliver Dap, në dijenin tënde, a ka sot KQZ kapacitetet e nevojshme për një auditim të thelluar financiar të partive? Mund ta bëj? Vetë komisioneri Ilirian Celibashi ka deklaruar publikisht që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk i ka kapacitetet. Kjo do të thotë edhe sa i përket burimeve njerëzore, po edhe mënyra se si është ndërtuar në fakt ligji nuk është se i lë shumë hapësirë Komisioni Qendror të Zgjedhjeve. Historikisht Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka pasur problematika me kapacitetet. Pra, në çdo deklarat që komisioneri ka bërë përpara deputetëve të Kuvendit të Shqipërisë, edhe gjatë kohës ku ka qenë kuvend, po i ftuar, po gjithashtu edhe në komisione, ka deklaruar në mënyrë sistematike që aktualisht struktura aktuale e KQZ-s nuk mjafton, pra nuk i ka kapacitetet e mjaftueshme për t'i shkuar deri në fund asaj që kërkon ligji. Pra, pavarësisht faktit se siç historikisht Shqipëria është shumë e mirë dhe idealiste në letër, në fakt në praktik nuk është një gjë e tillë. Zoti Celibashi ka kërkuar më shumë kapacitete në raport me burimet njerëzore, por pos fakti që sigurisht ai ka pasur propozime konkrete edhe në raport me auditimet. Dhe në fakt marr parasysh këtu për shembull zgjedhjet e fundit të 11 majit, zoti Celibashi menjëherë pasi përfundoi afati për dorëzimin e raporteve në raport me si ishin shpenzuar parat, doli dhe tha që ne këto raporte që ne sjellim, ne nuk i kontrollojmë dot. Pra edhe sikur partitë t'i sjellin dhe t'jenë marrin parasysh këtu vullnetin e mirë të partive për të qenë të drejtë, për të detajuar, po dhe të drejtë në mënyrën se si janë shpenzuar parat, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk i kontrollon dot. Kështu që në këtë moment pra nuk e verifikon dot po thua raportin që paraqesin partitë. Pavarësisht se ata përpiqen, dhe sigurisht ka auditues që përpiqen që raportet të kontrollohen, unë i referohem vetëm fjalës zotit Celibashi që ka thënë që ne nuk i bëjmë dot të gjitha kontrollet. Ata nuk kanë kontrolluar dot as adresat e partive, një pjesë për cilave fantazm, tilla i ka konsideruar Celibashi. Kështu që puna me raportet pastaj kërkon absolutisht ndryshime rrënjësore në mënyrën se si funksionon Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Dhe problematika është edhe pak teknike, në sensin që me gjithë dashamirësinë dhe gjithë investimin që bën Komisioni Qendror i Zgjedhjeve duke përzgjedhur ata audituesit e licencuar që e njohin mirë situatë teknikalitetet dhe hilerat politike, është ideja që ata deri tani me këtë ligj dhe me këtë hapësirë ligjore janë thjesht lexues të faturave që vijnë të dorëzuara nga financierët e partive politike dhe kanë shumë të vështirë për të shkuar tek burimi dhe hetimi, si thua, administrativi i parave edhe i deklarimit që ato bëjnë në të vërtetën e tyre ose jo që nga vinë të para dhe po të shikosh edhe nga deklarimet që ka bërë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve e kemi shumë qartë për të thënë që ata kanë harxuar më shumë se sa para që kanë marrë dhe që këtu fillon pikpyetja. Dhe pikërisht prandaj është gjithë ky angazhim që të futet në binar, si thua, edhe vetë mënyra se si duhet ta kuptojnë dhe duhet të ndërgjegjësohen, si thua, partitë politike, që parat nuk janë për të bërë gallat në strukturat brenda partive politike, por janë pikërisht një përgjegjësi shumë e madhe, qoftë politike, po qoftë edhe financiare dhe respekt për ato para që merren nga buxheti i shtetit për të komunikuar me publikun edhe për të bërë, si thua, një lloj ideologjie që qytetarëve nesër t'ju shërbej për një qeverisje shumë të mirë. Kështu që prandaj themi që jemi në një moment, natyrisht jemi shumë të vonuar, sepse ne sa herë që kemi procese zgjedhore, mos harrojmë që viti tjetër 2027 janë zgjedhjet e radhës për qeverisjen vendore dhe është kthyer në një sport as pak dashamirës për qytetarët edhe për votuesit, që vazhdimisht politikanët e bëjnë këtë ping-pongun që për të justifikuar të gjitha mos sukseset e tyre, dalin dhe themi që janë e do t'i ndryshojmë gjëra, do bëjmë një reformë zgjedhore, që asnjëherë nuk është e dakordsuar, që asnjëherë nuk po përpiqen
të jenë gjithë përfshirëse. Ne e vumë re edhe në pjesëmarrjen dhe përfaqësimin e partive politike edhe në Komisionin e Reformës Zgjedhore, që ishin vetëm partitë e mëdha dhe partitë e reja ose partitë e vogla që ne i quajmë në zhargonin tonë përditshëm, nuk ishin aty prezent për të zërin e tyre, sepse një pjesë thotë që ne kemi bojkotuar sepse partitë e mëdha kanë rënë dakord me ato marrëveshjet underground ose marrëveshjet e heshtura, edhe ndryshojnë si thua kodin zgjedhor pikërisht për të përmbushur si thuash interesat e tyre politike dhe as pak për të respektuar atë që ne themi në demokraci pluralizmin politik, që nuk ka rëndësi e parti e madhe apo e parti e vogël, e rëndësishme është që në gjithë të reformë zgjedhore ne po përpiqemi që çdo votë e qytetarëve dhe votuesve shqiptar të kontribojë dhe të lexohet edhe të mandatohet ashtu si kundër votojnë qytetarët shqiptarë dhe mos kemi pastaj këto keq interpretimet që një parti e cila merr 60.000 vota fiton vetëm një mandat, apo një parti që merr më pak 35 fiton 4 mandate. Domethënë, është shumë mirë që Komisioni i Reformës Zgjedhore e ka filluar me një pikpyetje shumë të madhe se çfarë ndodh me qarkullimin e parave të ndershme ose të pista në jetën e tyre politike, por nuk është vetëm kjo piket, sepse standardi i zgjedhjeve patjetër që fillon tek paraja, sepse ne kemi akuza të rënda nga palët që blihen zgjedhjet në Shqipëri, qarkullon një para. Te kjo doja dhe unë të ndërhyja, në fakt, ndjes zonja Meta, se doja ta përfshi edhe zotin Kume në bisedë. Kam përshtypjen që problemi nuk është vetëm tek partitë që, më falni, tek fondet që shteti alokon për partitë politike, për fushatat zgjedhore, por për faktin se ku i gjejnë lekët nëse ka para të pista që përdoren nga partitë politike në të gjitha fushatat kur lind nevoja për zgjedhje, a mund ta verifikojë KQZ këtë, zoti Kume, nëpërmjet auditimeve apo edhe formave të tjera? Sepse besoj auditimi bëhet për të gjetur nëse ka financime të paligjshme apo jo, për te faktit të parave të shtetit. Jo, nuk është kështu. Auditimi nuk bëhet për të gjetur nëse burimet e financimit janë të ligjshme apo të paligjshme, sepse po që se shtrohet shumë problemi atëherë nuk e zgjidhet asnjëherë me mënyrë të organizuarit të punës dhe të përgjegjësive pra institucioneve përkatëse siç është Komisioni Qendror i Zgjedhjes si vetë institucion që ka përgjegjësinë që të trajtojë financimet e partive politike, se nga vijnë parat, janë të tjera institucione që duhet të angazhohen për ta identifikuar të gjë, ju kuptoj. Sepse në çdo rast, pas kësaj fjale që ne po themi, në kuptohet gjithmonë parat të cilat pa burime të identifikuara janë parat pista që hynë në proces, qoftë në procesin zgjedhor, qoftë në aktivitetin e përditshëm të një partie politike. Por ajo që është shumë e rëndësishme për mua tashmë që problemi shtrohet, është shtruar dhe kërkohet që të gjendet zgjidhje për financimet e partive politike si subjekte shumë të rëndësishme të jetës politike dhe sociale në vendin tonë, është diçka që e kemi të fiksuar në kushtetutën e vendit. Në kushtetut për partitë politike thuhet se çdo gjë duhet ta bëjë transparente, çka të bëjë me financimin e vet. Pastaj legjislacioni i ndërtuar për këtë çështje për mua deri sot çdo gjë ka bërë, por vetëm këtë synim kushtetues nuk ka mundur të shtrojë shinat në atë se si dhe ku duhet ecur për ta realizuar. Kam përshtypjen bile se edhe në atë çka u trajtua në aktivitetin e fundit, ose më mirë ndërhyrja zotit Celibashi, ishte e tillë që në vlerësimin tim nuk shkon tek thelbi i problemit, po tek shfaqja e tij. Nuk është problemi që hajde çfarë duhet të bëjmë për të mirë zbatuar atë çka është e shkruar sot në legjislacionin tonë, në Kodin Zgjedhor të Republikës së Shqipërisë dhe në ligjin për partitë politike, sa i takon detyrave që ka institucioni vetëm që kemi ne të përcaktuar sipas këtij legjislacioni që është Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Si t'ia bëjnë që të kemi ca kapacitete më shumë, të mos të paguajnë partitë politike ata audituesit, por të kemi ne buxhete që i paguajnë. Jo, këto janë zgjidhje, natyrisht janë probleme, por janë zgjidhje të cilat nuk i shkojnë në thelb problemit. Ne kemi nevojë që me ligjin e ri për financimin e partive politike të dimë të ndërtojmë një kuadër legjislativ i cili të vëri në funksion
institucionet që kanë mundësi reale dhe efektive për të trajtuar problemet e financimit, jo vetëm si auditim për atë se sa dhe si i shpenzojnë partitë politike financa publike ose jo publike që ato arrin të marrin, por nga dhe kush i realizon pikërisht financimin e tyre me financimin jo publik të tyre. Dhe këtu, kjo zgjidhje që ne kemi deri sot, me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, kështu siç e ka trajtuar ligji, i cili merr me qerasin e të thret disa auditues të cilët bëjnë sikur bëjnë punë, po asnjë punë praktike nuk bëjnë, me atë çka thot ligji për detyrimet që kanë partitë politike pasaj për të bërë deklarimin e financave të tyre në mënyrë të vazhdueshme, pra në fund të çdo viti ato duhet ta bëjnë një gjë të tillë. Mënyra pra se si e kemi zgjidhur këtë gjë nuk ka treguar që nuk është efektive. Na duhet që të ndryshojmë në thelb gjën. Pyetja që bëhet, a do të jetë vetëm Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që duhet të ketë këtë detyrë dhe këtë përgjegjësi për ta bërë dhe këtë të drejtë për ta bërë, apo duhet së bashku me të gjejmë dhe të ndërtojmë rrugë bashkëpunimi me institucionet të tjera, veçanërisht institucionet ligjzbatuese, të cilat janë ato dhe jo Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që mund të bëj realisht dhe t'japi përgjigje asaj pyetje që ju bëhet, që a është Komisioni Qendror i Zgjedhjeve që gjen dot burimin e parave të pista? Jo, siç ja u thash, po të këto të tjera. Pse të mos përfshim në pjesën e kontrollit financiar të partive politike dhe institucionit, siç është kontrolli i lartë i shtetit, është diskutuar një gjë tjetër dhe është thënë që jo, nuk u gjet hapësirë, bile nuk u gjet hapësirë nisur nga legjislacioni aktual që ishte, por për mua ka munguar dëshira dhe vullneti për ta përfshirë të institucion si pjesë e institucioneve të cilat do të trajtojnë problemet e financimit të partive politike, sepse në fund të fundit ligjin për partitë politike, ashtu siç e kemi ligjin, pjesën e financimit të partive politike në fushatën zgjedhore, ashtu siç e kemi të zgjidhur në kodin zgjedhor, e kanë hartuar kryesorët e partive politike, pra nuk kanë dashur që të hapin velave të tyre. Dhe sot ndaj dhe ne sot kemi një kuadër ligjor i cili përpiqet në një farë mënyre që të krijojë kushte sa më të mira për transparencën në financim, por ndërkohë i krahasuar ky legjislacion zgjidhje që ne kemi aktuale në ligjin ton për financimin e partive politike. Dhe rezultatet që kemi marrë nga zbatimi i tij na kanë bërë që në rajonet jemi vendi gati i fundit në rajon për nga cilësia dhe efektiviteti i produktit që është realizuar. Ndaj për mua duhet e gjitha kjo që ka nisur të bëhet, dhe ka nisur të bëhet konkretisht nga Komisioni Parlamentar i Reformës Zgjedhore, por ka nisur si proces i cili ka treguar deri sot se si mund të bëhet, duke dhënë variante të ndryshme zgjidhje, ka vjete që është në tavolinë dhe është diskutuar nga aktorë nga më të ndryshëm, jo vetëm politikë. Duhet vullneti për të gjetur më të mirën e mundshme, me qëllimin që të bëjmë sa më pak frekuencën e shfaqjes fenomene kur para e pisës komandon jedhën e një partie politike, ndërkohë që partitë politike janë ato të cilat komandojnë me vullnetet e tyre pasi neve i mandatojmë jetën tona. E qartë, mirë, do të shkojmë shumë shkurt në reklama, kthehemi përsëri në diskutim vetëm pas disa minutash. Flasim për financimin e partive politike. Oliver Da, nga 135 partitë të regjistruara, 84, sikurse e thamë edhe në hyrje, nuk kanë dorëzuar raportet financiare për vitin 2024. Nëse ky është një detyrim ligjor, pse nuk funksionon mekanizmi i zbatimit të ligjit Da? Ka një problem me sanksionet, por edhe me vullnetin politik? Sigurisht që në radhë parë lidhet me vullnetin politik. Kjo për shkak sepse partitë politike në Shqipëri krijohen shumë lehtë, regjistrohen shumë lehtë, nuk kanë asnjë lloj aktiviteti dhe asnjë lloj kontributi politik, nuk marrin as pjesë në zgjedhje, se një pjesë prej tyre partive në të paktën diku te 40% as në 5 zgjedhjet e fundit nuk ekzistojnë fare. Që do të thotë në këtë kuadër do duhet që të bëhen ndryshime për të parashikuar masa më të forta se sa janë aktualisht, sepse sigurisht ka sanksione. Ti e thea, a ka probleme me sanksionet.
janë qesharake sankcionet, janë të papërfillshme në këtë rast nga partitë politike. Pra që nuk i dëmton fare, deklaroj, nuk deklaroj, nuk është se hyn në një gjëm në këmbë, po themi. Nuk funksionon. Vetë Celibashi ka thënë që në fakt aktualisht sistemi me këtë lloj niveli sanksionesh, edhe me sanksione masa administrative që kryesisht as nuk shkojnë deri në fund, pra ne nuk kemi as finalizimin e tyre. Për sa kohë ti nuk ke një masë për të siguruar fillimisht mbledhjen e këtyre gjobave ose masave administrative që vjen, ose nuk ka një mekanizëm që t'i siguroj që partitë politike vërtet do të kenë pasoja nga sanksionet, në këtë rast mekanizmi ka dështuar, dhe në fakt në Shqipëri ka dështuar. Edhe për këtë shkak ne kemi një numër kaq lartë partish, dhe në çdo zgjedhje zoti Celibashi del dhe deklaron që ne kemi një numër shumë të lartë, por kjo në fakt krijon përshtypjen që ne jetojmë në një klimë politike të pavërtetë, sepse kemi një numër kaq të lartë që të krijon përshtypjen që vërtet ne kemi një demokraci shumë pozitive, do thosha, dhe i shërben në fakt pluralizmit politik, po në fakt nuk është e vërtetë se kjo nuk reflektohet në praktik. Edhe mendoj që realisht do duhet shihet një mekanizëm tjetër. Zoti Celibashi në fakt në për propozimet që ka bërë, ka qenë pikërisht edhe kjo, forcimi pra i mekanizmit në raport me si do t'ju përgjigjemi këtyre partive që nuk i përgjigjen në fakt ligjit, pra nuk vinë, nuk i deklarojnë paratë e tyre, nuk deklarojnë dhurimet, donacionet, ose bëjnë kryesisht raporte që janë shumë jo të plota, sepse kjo është në fakt problematike, që raportet edhe mund të bëhen, po problemi është që por të futesh brenda në raporte, dhe unë që i kam parë një nga një, ti sheh që aty nuk ka asnjë të dhënë, përveç dy partive të mëdha që sigurisht atë çfarë bëjnë publike tentojnë që ta deklarojnë, por do ta shikojmë në një këndvështrim edhe financiar ekonomik këtë situatë. Na bashkohet në këto momente eksperti i ekonomisë Pano Soko. Pano, faleminderit që na ndjek, edhe një ndërhyrje në lidhje me gjithçka po diskutojmë sa i takon financimit partive dhe reformës zgjedhore. Bëhet fjalë për paratë që alokon shteti për partitë politike, apo edhe për të gjetur, po them, atë burimin e parave jo të ligjshme që marrin partitë në fushatat caktuara zgjedhore. Si e gjykon? Shiko, se duhet kuptuar kush është halli. Pra çfarë halli kemi ne? Se dëgjova edhe Liber tani, e cila fliste për çështjen e partive të cilat nuk bëjnë deklarime të tjera. Shiko, nuk është ky halli. Cili është problemi i madh? Në makro, në një vështrim makro, është që nuk duhen lejuar paratë të jashtëligjshme të financojnë partitë politike, sepse nesër këto paratë jashtëligjshme do të kërkojnë të ardhur mbrapsht nga pushteti. Apo jo? Privilegjet po thua. Bravo. Pra, do të na blej pushtetin me financimin e partive politike. Halli jon nuk është tek ato partitë të cilat, është një parti që s'ka marrë asnjë deputet, që është aty, nuk ka bërë deklarim. Okej, nuk na prish puna ajo gjëja. Kush na prish punëve? Ne na prishin punë këto paratë që futen tek partitë politike të cilat kanë në dorë pushtetin apo opozitën. Sepse ky është halli që kemi ne si shqiptar. Tani çfarë ndodh? Për të kuptuar një gjë, si funksionon mekanizmi i auditimit të partive politike. Partitë politike auditohen nga dy institucione. Për auditimin financiar të partive politike është drejtoria e timeve. Kjo auditon si ke prishur, a ke marr faturë, s'ke marr faturë, ke marr kupon, s'ke marr kupon. Auditimi që vjen, duhet të vijë nga KQZ-ja, nuk ka lidhje me rregullsinë kontabël të prishjes së lekëve. Auditimi që vjen nga KQZ-ja vjen me shqetësim. Zotri, në aktivitetin tënd politik, në aktivitetin tënd i cili nesër ka prodhuar një farë outcome politik, pra një deputet, 2 deputet, 3 deputet, apo 50 deputet, s'ka rëndësi. A ke përdorur financimet e ligjshme? A je mjaftuar me financimet e ligjshme që janë kotizacionet dhe fondet e partive, fondet e buxhetit të shtetit, apo ke marrë financime të tjera? Dhe çfarë bën KQZ-ja? Si ta auditon KQZ-ja? Të merr listën e gjithë aktiviteteve që ke bërë ti. Pra, një parti politike ka bërë, 50 mitingje, ka paguar 200 reklama, ka paguar në Facebook 20.000 euro, 50.000 euro, etj. Në Instagram. I merr të gjitha këto dhe vjen thot, hajde pa këtu. Po. Ku i ke gjetur lekët për këto? Ke marrë kaq lekë nga buxheti i shtetit, kaq lekë kotizacione, po për këto të tjera, ku i ke gjetur lekët? Pra, qëllimi i auditimit të KQZ-s nuk është ai i drejtorisë së timeve, për të kontrolluar nëse ke prishur lekët në rregull me faturë, pa faturë etj.
As kufizim në shpenzime, sepse ligji nuk i njeh partisë politike në kufizim në shpenzime, pra të numerizoj shpenzime që do të bëj partia politike. Sepse natyrisht në një shoqëri demokratike, partitë politike janë bashkime vullnetësh të lira. Dhe shteti nuk ka punë aty. Shteti cakton një shifër parash që është transfert. Është transfert ajo. Ajo shteti kur ta jep ty shumën heq dorë nga le të themi kontrollin mbi atë që ti bën. Dhe prandaj dhe ligji i partive politike dhe të lirë në dorë të partive politike, natyrisht që të kryej aktivitete që kanë sfond politik. Por askush do të ndalon të bësh një skem për shkak me patë e partisë politike. Apo askush nuk ndalon të blesh kompjutera. Apo të paguash paga. Pra, shpenzimi në vetvete nuk është shqetësimi i mënyra si shpenzon parat e ligjshme, nuk është shqetësimi i shtetit. Më kupton? Shqetësimi i shtetit është, ore zotri, a i ke të gjitha lekët të buruara si pasojë e atyre burimeve që të lejon ligji, apo ke gjetur ti lekët ti ka dhënë njëri e tjetri këtej. Për shembull, kush është shqetësimi më i madh që ka? Aktivitetet që kryejnë partitë politike të mëdha, se aty kemi hallin e. Se kemi hallin se partia Reforma Demokratike që s'ka marrë asnjë deputet ka bërë një aktivitet që nuk e dim se nga ka marrë lekët. Se ajo na ndikon në jetën tonë. Na ndikoi këto të mëdha. Dhe këtu është problemi që kemi ne. Thotë aktivitetet që kanë bërë këto, të gjitha, financimet që kanë bërë për fushatat e tyre, deputetët e sotëm dhe kandidatët e djeshëm, ku i kanë gjetur lekët? A i kanë me burime të ligjshme? Merë, dhe këtë zëja detyra e saj është të inventarizojë gjithë aktivitetet politike që kanë bërë kandidatët apo partit dhe t'i korespondoj këto aktivitete me parat. Më kupton të gjej, a ka lidhje, për këtë duhet auditimi i KQZ-s. Në të kundërt ne kemi auditimin e drejtorisë atimeve vjen çdo vit të çdo parti politike dhe shikon su i ke gjetur lekët, a i ke gjetur bazë a i si i ke prishur lekët, a i ke prishur në bazë të ligjit, ke prerë faturën e tjerë. Pra ke qëndruar në kolonisat e ligjit apo jo. Pra këtu duhet të kuptojmë. Dhe shqetësimi tek propozimi i ri, këtu duhet të fokusohet. Por unë dyshoj që partitë politike të mëdha, partitë e mëdha politike, do të vendosin një lak rreth qafës së vetes. Të jem shumë i sinqert. Më kupton? Këta e bëjnë për të përmbushur ato kërkesat e OSBE-dirit, por nuk do ta bëjnë asnjëherë një ligj të mirë financimit partive politike, sepse duan që të kenë duart e lira, që kur të vi fushata, të marrin lek dhe të dita shmangin nga deklarimi atë para që do marrin për fushatën e kandidatit apo për fushatën e të partisë. Zoti Kume, çfarë do të shtonte transparencën për burimet e financimit të partive politike? Transparenca për mua mund të realizohet jo vetëm dhe kryesisht duke rregulluar ligjet, detyrimet për deklarimet dhe detyrimet e institucioneve për verifikimin e asaj çka shpenzojnë partitë politike dhe se nga i gjejnë, por përveç këtyre shumë e rëndësishme është kultura, sjellja. Gjë që duke thënë të gjë, në të njëjtën kohë kam pohuar edhe fakti se as mos të kërkojmë se as ka për të realizuar dot si zgjidhje përfundimtare dhe ajo që do të realizohet me atë çka është premtuar se do të bëhet pra ligji për financimin e partive politike. Ajo që unë do doja të ndodhte është që të hartohet një ligj për problemet e financimit të partive politike, i cili është shumë më mirë se sa ky që neve kemi sot, të mund të krijoj kushtet për të mos lejuar interferimin e parave pa emër, në kuptimin e paburime, pra interferimin e parave të pista në veprimtarinë e partive politike, gjatë fushatës zgjedhore dhe midis fushatave zgjedhore. Të ndërtohet një ligj i cili të ndërtojë të ketë brenda tij mekanizma efektive për të realizuar këtë gjë. Natyrisht, sa do mirë që të punojnë këto mekanizma në letër dhe sa do mirë që të punojnë në zbatim pasaj çfarë shkruhet në letër, nuk duhet të presim që problemi do zgjidhet përfundimisht, por ajo që duhet të ndodhi kësaj radhe për mua është një hap ndryshe me produkt ndryshe nga ai që kemi patur deri sot. Sigur ti reformi vetëm asaj tha dhe pak më përpara, e cila ka të bëjë me pranimin e kësaj zgjidhje që kemi, pra Komisioni Qendror i Zgjedhjeve institucioni i vetëm përgjegjës për financimet e partive politike, por që kështu siç është ndërtuar gjithë kuadri ligjor për këtë institucion për të realizuar detyrën e këtij institucion, absolutisht ai nuk e realizon dot dhe
Ajo që ka kërkon zoti Soko është për mua një ndër zgjidhjet që edhe mund të propozohet, dhe s'ka pse mos të diskutohet që ky institucion të marri përsipër dhe të ketë detyrën edhe investigimit. Investigimit se në çfarë mënyrë pastaj ajo le të gjendet nga ata që janë ekspert për ta zgjidhur problemin, investigimin e burimeve të financimit. Pra nuk në duhet që ne të shohim se a kuadrojnë apo jo shifrat midis asaj deklarojnë ata se kemi patur partitë politike, se kemi patur parata ardhura nga buxheti ose jo nga buxheti i shtetit, pra dhe nga dhurat të tjera, pra burime private. Me atë çka ne kemi praktikisht kemi realizuar, pra kuadrimin e të hyrave dhe dalave, por ajo që unë kuptova nga propozimi i Sakos është që të gjetë një mekanizëm që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, duke ditur se gjithë aktiviteti që ka zhvilluar partia politike, veçanërisht gjatë fushatës zgjedhore, duke patur edhe kostot përkatëse, shpenzimet përkatëse që duhen bërë për të bëj diferenca dhe të kërkoj pastaj llogari për burimin nga u gjetën këto para. Pjesë e diskutimit që mund të bëhet në kuadër të rregullimit që do të bëhet financimit të partive politike. Mund të deklarojmë? Po. Shiko, ka një problem, domethënë në respekt të gjithë. Për mua është shumë e rëndësishme që në ligjin e ri të mos të dihen hapësira të plota për shprehje vullnetesh për të deklaruar parat nga të vinë nga i merë dhe si i shpenzon, por të forsohet më shumë kushëzimet ligjore të cilat do detyrojnë për ta thënë se nga i ke marrë këto lekë. Shiko, ne kemi të zgjidhur në legjislacionin tonë parat që mund të na vinë nga burimet të pista, nuk lejohen të gjitha, por bëjmë vepër penale. Ne kemi të zgjidhur problemin e parave që mund të vinë nga vendet tuaja, nga organizatat tuaja, jo politike, ose nga shtetas tuaj. Është zero mundësia ligjore, por praktikisht kjo zero mundësi ligjore mund të jetë një ndër rrugët kryesore në të cilët ka rrjedhur parat e pista dhe i kanë ardhur partive kryesore politike. Dhe jam shumë dakord për atë problemi madh është paraja që prishin ato që marrin pushtetin, nuk është paraja atyre të cilët përfitojnë nga fushata dhe marrin ndonjë lek për të thënë që ishin dhe në fushatë. Çfarë mekanizmi duhet ndërtohet në ligjin e financimit partive politike që kjo gjë, pra, kjo vepër penale të mund të identifikohet dhe nga kush duhet të identifikohet, nga Komisioni Qendror apo nga institucionet e tjera ligjzbatuese, të cilat po ta shohësh këtë ligj, kështu siç e kemi të ndërtuar edhe sot, absolutisht ato nuk kanë prerje dhe nuk kanë efekte sinergjie të bashkëveprimit midis tyre për të realizuar këtë gjë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, tatimet, taksat, njësia antikorrupsion, prokuroria posaçme kështu me radhë nuk kanë prerje me njëra tjetrën. Ato nuk bashkëveprojnë me njëra tjetrën në funksion të realizimit të këtij ndryshimi shumë të madh që duhet bërë dhe realiteti ndryshe që duhet të kemi pas këtaja me këtë ligj të ri, i cili është i domosdoshëm për të bërë, sepse shumë të këqija neve po na vijnë pikërisht nga kjo gjë. Vjetët të shkuara, shumë kohë përpara, kujtoj ku është diskutuar për të gjetoj. Në qoftë se ne do të krijojmë hapësira që të intervenojmë parat e pista në një proces zgjedhor, ne i krijojmë hapësira që qeverisja të bjerë në dorën e krimit. Duhet patjetër thoshim dikur të bëjmë ç'është e mundur për të mos lejuar një gjë të tillë. Po vetëm tham, po nuk bëjmë gjë. Dhe sot shikojmë në pushë jemi, në pushë kur shumë vendime nuk janë ato që merren nga ata që i deklarojnë se i kanë marrë, por nga të tjerët që i detyrojnë për të marrë. Pra, ky është problem shumë i madh. Ka edhe zonja Meta një ndërhyrje. Është hajtë të rregullojmë mirë ligjin, pastaj të kërkojmë të zbatimin rigoroz të tij. Po zonja Meta. Në respekt të gjithë analizës që bën edhe zoti Kuma, po edhe zoti Pano, patjetër që është shumë e rëndësishme që gjitha i shqetësimi madh është që kush është burimi i parave që këtu çorientojnë edhe e bëjmë pjesë procesin zgjedhor. Absolutisht që unë jam shumë dakord që i gjithë shqetësimi të fokusohet edhe të gjendet ai mekanizmi që të gjej burimin e parave. Mbi gjitha fillon kjo me përgjegjësinë politike të partive politike të cilët marrin para dhe nëse ligji thotë që ti duhet t'i deklarosh ashtu si ta kërkon ligji, dhe patjetër që dhe donatorët duhet t'i deklarosh në atë që unë e thash pak më përpara. Fakti që partitë politike marrin para nga buxheti i shtetit
dhe normalisht që harxojnë më shumë se ato para që marrin, tregojnë që ka donacione të tjera, të cilat duhet të jenë shumë publike dhe shumë transparente. Gjë që nga ajo situata që ne kemi parë nuk është kjo dashamirësi, sepse me ligj të thuhet që të gjitha llogaritë bankare qoftë kandidatëve, po qoftë të partive politike duhet të jenë të hapura dhe çdo transakcion duhet bëhet nëpërmjet bankës. Ne shikojmë që përsëri ka ping-pong brenda mënyrës se si bëhet transparente kjo gjëja, duke thënë, jo, po nuk e bëra unë, po e bëri partia, edhe kandidatët fshihen për të bërë këtë lloj transparence. Tani, ajo që unë dua të them është që patjetër që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, me gjithë të mirat dhe të këqijat e veta që ka, me gjithë atë që ajo bën përtej limiteve, qoftë edhe të burimeve njerëzore, meqense ka rinisur kjo gjëja për të bërë këtë arkitekturën edhe për të gjetur këto mekanizmat produktiv që të shpëtojmë një herë e mirë nga qarkullimi i parave të pista, po edhe nga edukimi që partitë politike çdo para duhet ta deklarojnë edhe të japin llogari përpara qytetarëve vet, është që mos të rrim dhe të vrasim mendjen dhe të vëmë autorësi që e bën ky institucion apo nuk e bën dot ky institucion. Po marr një model nga zgjedhjet e fundit. U krijua një task force brenda Komisionit Qendror Zgjedhor, si asnjëherë tjetër ishin 3 institucione ose 4, prokuroria, KQZ-ja, SPAK-u si risi në zgjedhjet e fundit. Dhe pikërisht u krijua për këtë motiv, për të gjurmuar të çdo lloj tentative për ta bërë pis procesin dhe ndoshta duke zbritur në terren edhe agjentët e Byros Kombëtare të Hetimit që të gjurmonin të gjitha këto kallëzime që bën edhe aktorë të ndryshëm qoftë politik apo jo, që çfarë po ndodh dhe ne nuk e pam dot që edhe investimi i këtyre institucioneve më të rëndësishme nuk na çoj dhe tek gjurma që këto para ne kemi lobime me çmime stratosferike, ne kemi këshilltarë që ofrohen si majta, si djathtas dhe njerëzit nuk e dinë dhe partitë politike nuk e japin asnjëherë me dëshirën e tyre që sa i paguajnë, ku i gjejnë paratë dhe çfarë lloj llogaridhënie dhe çfarë lloj transparence. Ne kemi pas akuza që ka para ruse, ka para kineze, ka para nga administrata shtetërore që paguhen njerëzit. Pra, jemi në këtë moment që patjetër të gjitha bashkë do të na çojnë atje ku ne kërkojmë të kemi këtë lloj transparence dhe këtë lloj mekanizmi që do të jetë çuditbërës nëse ne do të arrim të fusim në shina këto parti politike që me vërtet mos kthehemi vetëm në lexues faturash të partive politike dhe të shpenzimeve, por duhet kuptuar që këto para ne kemi parë parti politike që marrin lekë të thonë që hajde mbjelli pemë dhe ku dëgjon shërbime të tjera që ofrojnë qytetarëve, ndërkohë që ato para nuk janë për të bërë shërbime për qytetarët, se e bëjnë qeverisja vendore, po e bëjnë partitë politike i marrin këto para për të përzgjedhur kandidatët më të mirë të mundshëm, edhe për të bërë një fushatë elektorale që mos ketë ato kosto që ne asnjëherë nuk e dim se sa kushtojnë realisht. Ky është problemi, kështu që mos fillojmë të kërkojmë institucione nga zero, sepse është një defekt i institucioneve shqiptare që nuk kanë ndërveprim institucional edhe bashkëveprim ndërinstitucional, por gjithmonë themi hajde krijojmë një institucion të ri që ky e bën ai se bën. Se e njëjta gjë ndodhi me Komisionin Qendror Zgjedhjeve me votën e diasporës. Nuk e bën dot, por në momentin që ja varën këmborën dhe ja kaluan topin partitë politike, e bën mirë apo e bën keq, kjo është një diskutim tjetër, por në qoftë se ti ke para dhe e furnizon këtë institucion, qoftë KQZ apo qoftë një emër tjetër, me njerëz të cilët e njohin ligjin dhe respektojnë ligjin, patjetër që po gjërat bëhen nëse palët politike do të punojnë jo për kalkulimet e tyre politike, por pikërisht për të ndihmuar që zgjedhjet në Shqipëri dhe paratë që qarkullojnë krimi zgjedhor, ne vazhdimisht themi që ka banda të cilat oligarkët, të cilët japin para, ja u japin partive politike dhe nesër i marrin me ato PPP-te, me koncesione, me tenderime. Të gjitha këto janë fenomene që ne i kemi parë, por që është pikërisht politika që nuk do që ta reflektoj këtë lloj ndryshimi. Janë partitë e mëdha apo janë dhe partitë e vogla, po duhet të jetë një presion shumë i madh. Pra, gjithë aktorët duhet të jenë bashkë dhe ky është një moment që Komisioni i Posaçëm i Reformës Zgjedhore shpresoj që ta ketë seriozisht, sepse me thënë drejtën unë jam skeptike, neve i fillojmë gjërat me shumë entuziazëm, por rrugës pastaj themi që nuk ram dakord dhe i lëm gjërat ashtu siç kanë qenë. Dhe merret një iniciativë pak po më vonë. Patjetër, kështu që unë mendoj që edhe profesor Kume, po edhe Pano, po edhe ne të gjithë bashkë duhet ta shtym dhe ta manifestojmë këtë lloj
si thua presioni që Komisioni i Reformës Zgjedhore mos lozi sërish jo vetëm e ne si aktor, të cilët dhe ne investojmë për vetë limiteve tona, është një punë që ata duhet ta bëjnë dhe duhet ta bëjnë seriozisht, por edhe për qytetarët shqiptarë që kanë 12 vjetë që dëgjojnë reformë zgjedhore dhe ku është reforma zgjedhore dhe ku janë të gjitha ato detyrime që ka lënë qoftë Odiri, po qoftë edhe ne si aktor që vëzhgojmë zgjedhjet, për të që përmirësoni imazhin e zgjedhjeve në Shqipëri dhe në fundit vlerësoni votën që japin qytetarët shqiptarë dhe mos bëni, si thua, sofizma të tillë për të justifikuar që sa herë ndihen keq, sa herë jemi në prag zgjedhjesh, do bëjmë reformë zgjedhore dhe në horizont nuk e kemi asnjëherë këtë produktin e reformës zgjedhore të dakordsuar nga të gjitha palët. Oliver Da, se jemi drejt fundit. Po Pano. Më fal një sekondë vetëm. Nëse do doja të shtoja diçka në lidhje me draftin e ri. Unë realisht nuk kam pasur. Se kemi akoma draftin e ri, jemi akoma, nuk e kemi akoma ende këtë draftin. Jo, e kuptoj. Pra nëse do kisha një ftesë nga komisioni, unë do të shkoja për një propozim shumë radikal. Propozimi im do të ishte që partitë politike të mos lejohen financohen përveç nga lekët e buxhetit të shtetit. Natyrisht që në pamje të parë duket sikur buxheti i shtetit do ngarkohet. Sepse financimi i muloshi partitë politike vetëm me paratë e shtetit do të jetë një mundim më tepër për buxhetin e shtetit, sepse praktikisht do duhet që të rishikojë gjitha shifrat e financimit të partive politike, por më besoni kostoja është shumë herë, përfitimi është shumë herë më i madh se sa kostoja. Sepse me vërtet mund të shpenzojmë 20 apo 30 milion euro më tepër në vit, por më besoni që kostoja e dëmit që shkakton kapja e partive politike, pikërisht nga këta element që financojnë fushatat e partive politike, shkon në miliarda euro për buxhetin shqiptar. Dhe unë do të isha për një propozim radikal. Partitë politike të mos lejohen të marrin financime private. Zero. Sepse duke lënë hapur qoftë edhe derën e kotizacionit. Qoftë edhe këtë. Aty infiltrohen para që vinë në emër të kotizacioneve, që ne do t'i marrim vesh asnjëherë sepse ata do t'i mbyllin syt vet, sepse partitë politike këto janë që kanë dhe pushtetin, dhe administratën, kanë dhe institucionet. Prandaj unë jam për një moratorium ndoshta 20 vjeçar që partitë politike në Shqipëri të mos financohen fare nga financimet private. Zero. Vetëm me fondet e buxhetit të shtetit. Dhe çdo aktivitet që kryen të monitorohet, sepse ne kemi përfitime që marrin në natyrë partitë politike, ja ta themu se si e marrin përfitimet, reklamat që jepen nëpër televizione, jepen me çmime të reduktuara. Dhe diferenca e çmimit për reklamën që paraqet i gajtë 30 sekondçi i reklamës partisë politike, po marr një shembull, quhet si sponsorizim i pronarit të televizionit, i cili më mbrapa kur të vi pushteti, do të marrë para nëpërmjet koncesioneve, tenderave më të tash. Nuk janë para të pista, para të televizione, nuk janë para droge, jo, por edhe këto para të pastra, që në fakt janë para aktiviteti, bëjnë dëm shumë të madh sepse ato do të duan shpërblimin mbrapsht. Dhe unë prandaj jam që nëse do të shkoja diku në komision, apo nëse dikush do të shkojë në komision, propozimi duhet të jetë prerje totale e financimit të partive politike, sidomos në fushat elektorale, nga para private. Zero. Po nuk është ndoshta ndonjë lehtësi Pano nga po ta bëjmë të gjën sepse ai do t'i marrë edhe nuk ka asnjë detyrim që t'i deklarojë ato para? Se kush është mekanizmi që të na e garanton që ai nuk do t'i marrë paratë e krimit? Si mekanizëm favorizon partitë e mëdha për më tepër rrit shansin që financimet njëjtë do jenë shumë më të larta. Se nëse ne bëjmë komplet financim shtetëror, i bie që do marrin ato parti që ishin, mbaron partitë e vogla, s'ka më. Absolutisht jo, secila parti politike përgjigjet siç bëhet sot. Partitë politike nuk financohen nga buxheti i shtetit, kur hyn, ama nëse ti ke marr elektor ke marr vot, për votat që ke marr të kompenson buxheti i shtetit. Dhe natyrisht që ti mund të hapësh linjën e kreditit, ka forma nga më të ndryshme. Duhet të konkludojmë. Po të them unë, është më mirë që ti ta ndërpresësh fare dhe në momentin që gjurmon, në momentin që gjurmon, do besoni se unë kam qenë financier të partive politike. Ju e dini shumë mirë. Pra unë e di në detaj, pra e di nga brenda se ku çedon ligji për financimin e partive politike, ku çedojnë financimet e partive politike, nga rrjedh ku është brima, pra sepse i kam parë për 4 vjet që kam qenë në financieri i partive politike.
që ka marrë pjesë në gara elektorale. Do ta bëjmë përsëri Dhe një po diskutim të tillë, Pano. Edhe më të zgjeruar, Nuk s'ke diskutoj. faj sepse u bashkove Okej, në minutat e fundit, unë të falenderoj shumë për kontributin dhe për minutat, faleminderit, zoti Kume, faleminderit edhe juve për minutat që na kushtuat edhe për gjithë analizën. Zonja Meta, faleminderit që ishi këtu. Oli, faleminderit edhe ty. Ne do të shkojmë në reklama, kthehemi në një tjetër diskutim vetëm pas pak.